krejt luftrat ekonomike, e politike, e ushtarake, e mediatike, sociale, e fetare të tjerë që bëhen, janë për këtë dy elemente, me ngop epshet e barkut dhe epshet e organeve gjenitale. Ata të cilët kanë mohuar Allahun, yatamatta'un dhe frehen, pra kanë synim, vizion. Kjo është kauza tyne, kjo është synimi tyne, me ngop epshet e barkut dhe epshet e organeve gjenitale. Kaq. Dhe sot, subhanallah, krejt dynjaja, krejt luftrat ekonomike, e politike, e ushtarake, e mediatike, sociale, e fetare të tjerë që bëhen, janë për këtë dy elemente. Moskov që shtu, bënja një vëzhgim dynjas, gjendjes e dynjas e pastaj thuj së është ashtu është ndryshë. Krej luftat që bëhen për më ras, për me pas kushte më të mira, pra më knaqë më shumë, për jetë më të mirë për shqytetarët e vetë. Vjen të azër për vendin, vjen të mërë me zërheratët mirat e tua, për që të mërë të mirat e tua, me ndihmu ty, apo me përfitu për vetin. Pra, me i knaqë barkat e tyne dhe me i knaqë epshet e tyne. Kështu është jetë e tyne. Pastaj, pa besimtarët, nuk e kanë dërta është halal la haram, që që thamë një pak më herët për besimtarin. Në këtë këtë sodit, e kanë dërt vetëm a i prek ligjet, se i tutën ligje ma shumë se Zotit. Si prek ligje ata, grahe dhe emocional, qka t'i vijen ku t'i vepra. Besimtari se ka kështu. Kështu e ka ju besimtari. Ata kur nuk shpresojnë, me thanë të lojmë diçka në dynja, apo truhum në knatësitë e dynjas, mas përfitojnë e hedhrimin e Zotit, e në hakmirët Allahu në dynja, apo në hakmirët në ahiret, kur në qëtë për para. Dërsa besimtari gjithë gjë që e bën, edhe ujin kër e pin, edhe dinarin kër e fiton, edhe teshen kër e vesh, e këqyra ka halal kujdeset, apo haram. Para se me shiu qatë mirë. Andaj është dalim shumë i madhë,